shumë pozitiv. Një prej aty në standarte është që për Kosovën luajnë lojtarë që kanë formën më të mirë të lojës, jo formën kondicionale, edhe ka zgjedhë lojtarë që janë të luajtur në për ekipet tyne, se ata kanë formën më të mirë. Bravo, po qarë. A është një hap shumë i fort i një trenerit që me lon Zhegrovën në bankë rezervë, një lojtar që është shpresdhënës, një lojtar që çdo moment rrezikon kundërshtarin. Mirë po, ndoshta ky edhe Shpaleti që po bën Juventus, po Juventusi është diçka se është një lojtar që me të vërtetë është vështirë me lënë në bankë rezervë me gjitha talent. Mirë po Foda ka pru një standard ku nuk vendos në lojtarin më të mirë, po vendos ekipin më të mirë. Edhe këto duhet me vlerësu edhe jo vetëm trenerat që janë në Kosovë, po mendoj që edhe grupë moshat tjerat që janë në Kosovë, U21 edhe tjerat, du të shërbej si një standard që për Kosovën luajnë lojtarët me formën më të mirë të lojës, edhe lojtarë që japin më të mirën dhe që janë të rëndësishëm për Kosovën. Prandaj nuk ka pas diçka personale me Zhegrovën, po ai e ka pas që ky grup i lojtarëve kundraj këtij kundërshtari jep më të mirën për Kosovën. Ky nuk e futi Zhegrovën 3-4 ndeshje, nuk e ka futur standard në 3-4 ndeshje, 5. Edhe ekipa që asnjëherë prej ndeshjes mes Zvicrës asnjëherë. Edhe në momentin që ka vendosur me ndru skemën se ka vendosur. Edhe një detaj që mendoj që ka qenë si penalizim për shkak me këtë sistem me 3 lojtarë mbrojtës, atëherë Zhegrovë